Në një reagim të ashpër në rrjetet sociale, publicisti Gëzim Mekuri ka kritikuar ashpër kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama lidhur me qëndrimet dhe veprimet e tij ndaj gjykatës speciale dhe luftës çlirimtare të UÇK-s. Mekuri akuzon Ramën për hipokrizi politike, duke e cilësuar si një aktor kryesor në themelimin e gjykatës speciale, ndërsa tani, sipas tij, po mundohet të shfaqet si mbrojtës i vlerave të luftës, përcjell bota sot. Në vijim shkrimi i tij plot, teatri politik i Edi Ramës protestuesit si vegla për dramën e Ramës. Kur gjykata speciale po shtyhej, Edi Rama nuk ishte spektator, por aktor kryesor. Ai nuk foli kundër gjykatës, nuk kundërshtoi gjykatën, por uli në të njëjtën stol me ata që e pollën këtë padrejtësi. Madje Harami erdhi me helikopter në Prishtinë për të bindur deputetët e shkret që ta votojnë. Sot, kur pasojat janë bërë realitet, Edi Rama del për sokaqe me pankarta e fjalë të mëdha, duke kërkuar të na shitet si mbrojtës i UÇK-s. Kjo nuk është drejtësi, është farës politike, apo jo lexues të nderuar? Në vend që të fliste në samitin ndërkombëtar në OKB, në Këshillin e Evropës, në OSBE apo në NATO, ky Qushan zgjodhi heshtjen. Në vend që të qëndrimeve shtetërore zgjodhi mikrofonin e ndryshkur të propagandës sovjetike kundër Republikës së Isa Buletinit, ky Teveshel i përdori dhe po i përdor mediat për të krijuar një fotografi të rreme të vetës si kinse ndërmjet stabilitetit në Ballkan, dhe me këtë kënd e bën këtë fotografi, e bën përmes miqësisë publike me Aleksandar Vučić, në vend që të përballte Beogradin e moçëm të 1878-s, ky depsëz i dha ideologut të Miloševićit dhe ndihmë politike, ndërkohë që Serbia e 1878-s sulmonte Kosovën dhe përsëriste luftën çlirimtare. Të nderuar lexues, Rama mund të kesh përdor kamerat, mediat, sultanetet, mund të përdor Vučićin natën e protestuesit e shkretitëm, por ferkem të nuk fshihen, o Qushan, sepse ti ishe aktor aktiv e lindjes së gjykatës speciale kundër UÇK-s dhe tani sado që përpiqesh të shfaqesh si viktim, roli yt Edi Rama në këtë dramë mbetet vendimtar. Ja pafshhajrin Teveshele.